greatest of all time, I mean it. Overcame all my hard times and demons. Trust me, it wasn't easy. My greatest flex is knowing I'm blessed beyond my achievements. If I die today, my brothers pick up wherever I leave it. I'm good. The fam straight, my girl straight, then I'm straight. So let's get it. It come to fees, you come to free. And Master P is no limits. Growing up, my mama told me watch these hoes and these women. They come and go. So when you blow, you gotta hold your position. That's what they pay me for. Look at your baby. Mirëmëngjes. Sot e kam nisur ditën vetëm me batolinën, sepse Hekër shkoi të sistemoj makinën dhe më tha ishte një tragjedi, por ndërkohë, shive që na ka marrë. Hello, mirëmëngjes Hekër, happy birthday! Po do ta festojmë pak më vonë, pastaj siç duhet. Ja, thot Hekër shive na ka shkuar të marri ca gjëra për mëngjes, sepse është shumë herët, është ora 7 dhe çdo gjë është e mbyllur, dhe Hekri zbriti poshtë dhe I thash, a ikim për brunch, më tha mo qa brunch, është mbyll çdo gjë, nuk ka si Istanbul që hapen gjërat vonë, dhe kështu që bleu, I thash bli diçka se këtu është bërë nami, kështu që kisha ato biskotat, I dhash na 2 biskota Batolino, se ky filloi që më mëngjes protestat, do vez fix. Dhe po më tregon të Hekri që dje ka shkuar opa nervi. Dje ka shkuar Hekri në 2 natës, se kishte uri dhe bleu ca krepa, dhe by the way ishin krepat jo të mira. Jo të mira, po nuk e di sa kohë kisha pa ngrënë ashtu krepash. AliExpress. Po tamam, shumë të merr, ishte ky brendi, nuk e di. Jo, s'është brendi ty. Apo s'është që si quheshin dhe Hot Dog Land e kishin, se hot dogun e kishin. Po, Hot Dog Land quheshin dhe tha Hekri ishin shumë thjellshëm dhe po I tregonin se si ka qenë Greqia, një lloj siç është tani Shqipëria me bumin e turistëve. Dhe kështu, gjithashtu thot Hekri të ky marketi që shkoj bleu pas ka bler kështu, çast pas ka bler, si shohim tani. Ky tipi I ka falur edhe fruta, se e shohim kështu shqiptar të Kosovës edhe thonë hajde. Kush e di qa mendojnë. E pat edhe baton qa ka bërë me enot që në pikë mëngjesit, gjithsesi them që pas kemi marrë apartament, se po të kishim qenë në një hotel, në një dhomë të vogël, Bato do ishte çmen. Shëndet, fjallë vërtet, Bato, dhe nuk do na kishte lënë asgjë, domethënë të shionim qetësinë gjërat. Bau, bravo. Po thot bau është bravo. Bravo, ja. Ja, po duar të rëket duar. Bravo. Sepse I thot bravo, bau, pastaj thot dhe bou, I thot topit, bowl, pastaj thot ade, nëse se janë disa nga fjalët që na thot. Tani do t'japi ujë, jepja ujë, jepja. O, mos do bananën. Nana. Ja, gjëra që na ka bler Hekri sot për mëngjes, që ka dhe fatura e çmimeve. Imagjino, domethënë këto gjërat 26.70 cent. Janë shumë pak gjëra, po tha Hekri që çmimet edhe këtu. Ja, ishin shumë të rritura. Janë shumë të rritura, ja ky gjalpi. Kuashin ata 2 vjetë bënë për bleva. Ta që dhe di që më bënë për shtypje, që produkti lokal është shumë shtrenjtë. Sepse gjithë gjërat e importit ishin çmime si Shqipëri. Patetina, disa alkoole, ishin njëjtë. Disa gjërat lokale ishin shumë shtrenjtë, shumë bëri për shtypje. Prodhimi vendor. Kush e di, nuk e di, nëse dikush që na ndjek nga Greqia mund të na shpjegoj arsyen pse. Pastaj, ja, edhe njerë djathin, gjalpin, këto 2 prosciutat, këto na I kam falë, tha Hekri, nuk I kam bler. Pastaj vezët, edhe këtu ka marrë ca si tip bukësh. Jo, ka pretzel. Si quhen këto pretzel? Pretzel e një është kulori, ja. Pretzel. Edhe një nga ato si Mitrovicës. Ja. Si quhen këto? Po pra si këto të Mitrovicës, që është e famshme Mitrovica për këto, apo jo? Po, jo
do bëjnë një si kjo, po e bëjnë kështu turqisë. Po mirë, nuk e mbaj mend keq. Branqi te Hekri Taverna Hekri Efikaristopoli. Djali sot, me që ka ditë lije, na bëri brunch si një herë një kohë, se para se t'ishte shumë i ngarkuar, edhe pse sot do t'i kishim bënë në gjë, si thë Loçk. Apo? So me vujt. Ua, qa ishte kjo? Vuj. Do kisha s'jell dafin kështu, do t'kishte këndu pak. Gratu po. Ku gaton dafi në zëqiri? Do me fit me shkru. I tjetëri, kryozin. Qabani. Do vita njëse, thot, uaj, hajde, ati janë mjetet e ronda teknologjike, po bëf mirë Loçk, edhe njëherë 100, qa ore ke linë ti njërë, na thuj? Ora 25. Ha. 12 duke. 12 drekës? Po mirë, pas kemi akoma kohë të përmirësojmë situatën nga ana jone, ime dhe Batos, ndërkohë Bato, shikoj, sikur s'ka ngrënë akoma asgjë. Zhvendosëm tu tek dhoma që t'i bëjmë, filloj ta bëj Baton gati, që pastaj Hekrit bëhet gati dhe unë t'jem e fundit që t'mlejmë pak kohë në ratin time. Të pijamat super cute, besoj i mbani mend, janë nga Lindex dhe në Tiranë ka bërë më ftohtë që t'i vesh, nuk e di, kurse tani më duket fix, koha perfekte me limona. Ja e thirri Hekri Baton, tani do t'i veshim Batos një body gri, pastaj do t'i veshim këto si tip pantalonash si pak të gjëra, të drejta, me këtë ngjyrën kështu, me këto qepurat. Këto janë nga, se mbaj mend, kokodrillo, nuk e di, po. Këto. Pastaj do t'i vesh këtë hoodin nga Gap, navy blue me gri, dhe këtë kapelen, po ja bëjmë gjithat kombinuar sot Bapeginos. Ku shkuan çorapet, kishim një palë çorape gri, që s'digje ku shkuan. Prit. Humbën. Do t'i vesh këto, ja ku qekan, çorapet gri, dhe këto këpucët që janë më të lehta se ato të tjerat dhe janë fleksibël poshtë. Kështu? Duhet t'i blej ca këpucë më të lehta për pranverë që janë jo shumë të trashë, jo shumë të rënda. Pastaj, do t'i marrë me vete këtë jeleku nëse bën shumë vapsot dhe ja vesh mbi hoodie. Kjo është nga Zara. Ja kam blerë në Tiku Tek Tektori. Dhe për tani për të dalur, do t'i vesh të xhupin tjetër që është, nuk e di nga cili brand, se mbaj mend, po është që vishet nga të dy anët, një anë është kështu, kurse tjetra është kështu. Këto gjithashtu do t'i bëj me vete edhe backpackun. Backpackun ma keni parë gjithmonë, është nga Puredu. Këtu kam një change me vete, do t'i marrë dhe një change tjetër. Dhe ca snacks dhe gjëra kështu. Kam dhe një librin që për momentin ka të preferuar. Këtu kam disa napa. Kam pelenat. Hoodie, tuta, një nap e madhe, ca kremra. Këtu përpara kam kutinë e çuçove, facoleta, letrat lagura, paka shumë këto, do fusim dhe biberonin. Këto gjëra që na duhen për rrugës, kam marrë me vete edhe kitin të emergjencës me gjithë ilaçe gjërat, shpresoj mos ta përdorim. Gjithashtu dhe një libër tjetër, këto dy librat janë preferuarat e tij, këtë që ja ka sjell Marko nga Italia dhe atë tjetrin që ja mora unë për ditën e verës, nëse e mbani mend. Kishte veshur këto pijamat që janë dhe ndër preferuarat e mia, ja ka marrë mami, janë kështu
si tip, kjo është brendi Tuk-Tuk, është si tip velvet, shumë i mirë, shumë më pëlqen shumë këto për dimër, po u lag me ujë dhe kështu. Po bëj gati baton shpejt, edhe hekrin që pastaj të merren me veten. Which makes me wonder and question, what do you see when you see me, huh? Either way, I'm not afraid of being judged because I'm loved by my fam and all my people from above. Screaming LLVJ, window down on the freeway, smiling at the clouds, I hope you see me. So tell me, are you proud? This ain't the hood, it's just some shit I need to get off my chest. Luku për sot. Hekri ka zbritur poshtë me patolinën, që të m'japin pak kohë për mua. Këto janë syzet nga Givenchy, i kam marrë të optika premium, atje ku punoj. Dhe kështu kam vendosur këto aksesorët, fathët, fundin. Poshtë kam veshur disa geta, ja prit. E kam bërë tamam si fundet mirditore me këta të bardha. Tani do bëjmë gati çantën e batos dhe do zbresim poshtë. Okej. Kutinë e çuçur se kam, duhet fus ca pelena, do fus dhe këtë librin. Batanien. Nuk e di ku janë letrat e lagura. Do marr një banane. Djath Baby Bell. Të. Ato bukët e freskëta që na mori Hekri për acëll. Domethënë, ndoshta bataninën do ta lë për momentin dhe do të marr këtë napën. Se di sepse është dhe vapi jashta. Pastaj kapelja, xhupi. Ose e marr dhe e vendos në karrocë. Mungojnë letrat e lagura dhe qushti ose uji më saktë. Ja, ky është ascensori që do hypim tani bashkë dhe duke të thirrën poshtë sa ngela këtu. Duket se ishte këtu sipër. Ja dolëm. Imagjino, as për të filmuar nuk mundem. Oba, ngeca. Nuk di që ndodhi, po... Një nga kushtet e gjetjes së apartamentit këtu ishte ascensori, po nuk më kishte marrë mendje që do ishte kështu, jemi mësuar keq me ascensorat të rinj në Tiranë. Se Tirana nuk ka, o janë të mirë. Edhe pse ajoni so, po më i mirë se ky është. Këtu. Tharë se kësha del gabin, po pas kam dalë fix. Shojma e ka zënë baton gjumë. Jemi duke zbritur nga ishim poshtë, besoj drejt detit, drejt portit. Bato po flen gjumë, që do përfitojmë të pimë një kafe, frappe ndoshta, si thotë. Koha është shumë e bukur, shumë e bukur dhe jemi shumë happy, por kemi bërë një gjë që nuk e bëjmë zakonisht, paktën unë nuk e bëj nëna organizimit që quhen. Po më filluan të mlotojnë sytë nga era, syze dielli.
që nuk kam organizuar asgjë për këtë udhëtim, asgjë. Kështu që i thash Hekrit, njëherë eksplorojmë kështu humbim nëpër qytet, shohim se çfarë na del përpara dhe pastaj do shohim se si do organizohemi. Jemi duke qiuar diellin dhe detin këtu në këtë si lungomare të Selanikut, sepse u pengova. E kam fiksim, unë po su pengova në çdo vend që shkojmë, i keni ca vlogji me Stambollin që thë qafën, po nejse, shikojni kur keni në njërë ko. Dhe po thoja që unë do të them lungomare, sepse nuk e di eksaktësisht akoma se si quhet kjo pjesa, nuk kemi një hartë dhe thash nuk kam studiuar fare këtë herë për sa i përket atraksioneve për të parë, por jemi duke shkuar drejt kullës së Selanikut, që është tipike dhe që shihni në çdo foto. Do ulemi për të pirë një kafe dhe pastaj let it be. Jemi gjithkohës që jemi duke menduar për Rion dhe i kemi shkruar vet hospital se si është Rio, se nuk na kanë thënë asgjë dhe tani shohim qend këtu nëpër Selanik dhe jemi kështu Rio, si po bëni? Po pra, pa një qend që i ngjan Rios dhe bate shkretë dhe ai sa thash Rio ktheu kokën shumë më një herë. Jemi këtu në mes të një proteste që po bëhet, besoj, po thjesht nuk kuptojmë shkrimin fare këtu në Greqi. Jo, ta tani në ditë. Po, në Maqedoni. Siç e pat, ishin ishte për viktimat që vdiqën në zjarrin që ra në Maqedoni. Thot Hekri shife adoleshentët e Selanikut, ndërkohë unë po flisa për gjëra serioze, se vajzat këtu adoleshente me rroba plazhi dhe ndërkohë frynë. Unë grinë. Ç'të puna. Por gjithsesi, ajo që ndodhi në Maqedoni është vërtet një tragjedi. Të madh. E pa imagjinueshme. Deshim ja mblepat. Po, mendojmë të bëja batos një të mbac. You swallowing your own life. You throw away your own life. You swallowing your own life. You throw away your own. Never even tried, never reached my dream. Zemër thyes. Po, batu që ja bën me dorë dhe buzëqesh ditë njerëz. Qa dhe ta të thoja, ishëm duke diskutuar me Hekrin faktin që Selaniku na kujton. Gjozi në Kosovë. Selaniki. Po tani, 2 vite në Kosovë, do ke marrë dhe një qytet nga Kosovë. Edhe po thoja, e fiksin nga Gjakova. Edhe po thonim që ngjarën shumë, hajde. Me pjesën e Nishantashit. Po, ngjan shumë me zonën. Nishantash është pak më rich, po pjesën europiane të Stambollit. Ashtu shumë arkitektura na kujton, përveç sa ëmbëlsirave sigurisht, dhe pak maloreve. Okej, është ora 5:30 dhe bëra gati. Kam veshur këtë gjaketën në këtë fundin e shkurtër dhe erdhëm më kthyem në shtëpi, pushuam pak se ishim me 3 orë gjumë dhe ishim shumë të lodhur dhe pak si të smur se na e kanë gjitë bato,
Por tani jemi shumë më mirë dhe të dalim, do bëjmë sërish një xhiro, po mendojmë të gjejmë një tavernë për të festuar ditëlindjen e Hekrit, por ideja është jemi dhe me Batun dhe kam dëgjuar që këtu thyen shumë pjata gjëra, por do shohim se si do shkoj. Hekri me Batun më presin poshtë. Okej, vazhdon zbulimi jon këtu pa organizim dhe pas gjë. Jemi duke parë faktin që të gjitha ndërtesat kanë shumë grafiti, shumë vandalizëm dhe na bëri shumë përshtypje kjo gjë. Batu është këtu me batanien e vet, i kemi dhënë për të ngrënë dhe para se dilim nga shtëpia, i kemi dhënë disa herë për të ngrënë në mënyrë që mos të ndihet kështu sikur del nga rutina, del shumë, se sigurisht që del nga rutina, po që nuk del shumë nga rutina e tij. Dhe tani po i drejtohemi sërish të kësaj zonës qendrës pedonales, nuk e di si ta quaj. Hekri thotë që e ka marrë uri already dhe po diskutonin faktin që ka qenë aq i lodhur sa këtë herë nuk arriti as të bënte foto, se zakonisht Hekri bën foto të qytetit, arkitekturës, fasadave e të tjerë dhe i thash normalisht, por nesër mund të bësh gjëra sërish. Ju premtova që do t'ju tregoj edhe për parkimet dhe shikoni si janë rrugët, super të ngushta dhe makina gjithandej dyshe treshe. Madje atje ku jemi me shtëpi, me hotel, me Airbnb, si ta quajmë, kishte makina që kishin shtresën me pluhur 5 plëm, kurse disa kohë nuk i lëviznin vetëm për të zënë hapësirën, kam përshtypjen. Dhe mbrëm e parkuam poshtë, deri në orën 7 Hekri është quar, ka bërë nuk e di një orë gjysmë për gjetur parkim, saqë takoi dhe një person që ishte shqiptar nga Korça dhe i thatë që ta parkonte mirë sepse duket sikur parkojnë në çdo vend pa shumë rregull, por realisht pastaj policia del dhe mezi pret të vëj gjoba si në Shqipëri, por patëm shumë fat me parkimin, shumë fat, sepse që ka mjaft vështirë, edhe parkimet private, se ne një parkim privat po kërkonim faktikisht. Kisha lexuar online që në qendër ka shumë dhe që kushtojnë diku tek 15-20 euro 24 orë, por që është shumë vështirë njerëz, është mirë që më mirë nëse vini këtu të flisni me hotelin, që edhe ato ndoshta t'ju rezervojnë një vend. Ky është edhe gabimi im këtë herë, po si u nisëm ne këtë herë, mirë bëm që erdhëm një herë. Dhe Banka Nacionale e Greqisë. Hekri me Batun ndërkohë vazhduan rrugën. Në krah të portit që ka një zonë me kaldrëm, pak si Korça, qendra e Korçës ose zona e Karakoj në Stamboll. Dhe është plot me restorante, me bare. Ndoshta këtu është ajo zona ku thyen pjatat me buzuqe, siç më kanë thënë. Po për momentin nuk shoh asnjë pjatë të thyer. Cheers! Edhe 100 loshka! Gëzuar, Batolino! Bravo! Do me hanë gjy. S'din hiç! Jemi duke ecur pak, se një overdose me ushqim, shumë i mirë, po kemi ngrënë pak si tepër. Ajo që më bëri përshtypje ishin midhjet, që ishin nuk e di si patate, nuk ishin si midhje, ishin shumë të mëdhaja dhe me tull, si copa mishi, më habitën shumë, nuk kisha provuar ndonjëherë të tilla. Ndoshta në Belgjik të mbushura, por prapë jo siç ishin këto. Bato bëri kërdin, provoi çdo gjë dhe hodhin tokë çdo gjë dhe merrte pirunin, donte të hante vet, pastaj hidhte në tokë, pastaj hante prapë. Dhe tani edhe ai është në overdose edhe është trirë këtu gati për gjumë. E ndrova, sepse kisha marrë ndresat se u bë më nese, por nëse ka që edhe ai u kënaq, haj i festumi i ditës. Kështu, me pak fjalë ngelen të kënaqur, unë se kuptova emrin e atij restoranti, sepse këtu shkrimet në Greqi por që ja vlente të kjo rruga është shumë interesante me këto restorantet, me këto gjërat, kështu që nëse ju bie rasti, hajdeni.
Ta kanë shpik insulinën, njëra i kanë bo këto, masa janë bo insulinën. Ja njerëz, jemi këtu tek kjo që s'di ta lexoj, por që na tërhoqi me njëherë vëmendjen. Siç po thot dhe Hekri, ku je? Më humbe. Hyn pa diabet dhe del me diabet. Kjo është një nga pasticqerit më të vjetra në Selanik dhe pas ka gjëra shumë wow, po do vim nesër sepse kemi ngrënë aq shumë sot sa po pash dhe ushqim tjetër do vjell. Kështu që s'dua të shoh. Afër me paralel me atë pedonalen lungomaren e Selanikut, kemi këtë rrugën e gjerë të gjatë plot me dyqane, siç e kanë gjithë qytetet tashmë. Dhe ne kemi kaluar tërthora si sot, nuk është se jemi ndaluar në për dyqane, po sot po bëjmë një xhiro shoqërios. Shikoj, shoqërios. Por sot jemi duke bërë një xhiro që tresim pak ushqimin dhe realisht pas ka shumë dyqane, të shohim nesër nëse vim dhe ndalojmë pak. Dhe një update për Rion, morëm telefon vet hospital dhe na thanë që Rio ka ngrënë kaloz dhe ishte duke fjetur dhe na e quan duke fjetur kështu me bark përpjet dhe kur e pam ashtu u qetësuam pak se ishim kështu, ja shikojeni. Shire qa do të mos ma prish një Terezin. Se e kisha me shumë merak, edhe Hekri mbrëm, po më thoshte që ishte bërë prapë merak, sepse nuk e kemi lënë, sidomos njerë që kur unë kam qenë shtatzan, dhe deri më sot ai është lidhur shumë pas meje, dhe ka ndetur gjithë kohës me ne. Dhe kështu, po vazhdojmë po shohim dyqanet shumë të mbyllura nga jashta, pas ka 2 HM by the way, dhe ja të shohim nesa do bëj një xhirave. Këtu në lungomare që ka xhiroja e darkës e qytetit, është full me njerëz dhe mos të rinj që kanë dalë për xhiro ose janë ulur në vende të ndryshme, grumbuj dhe rrinë me njëri tjetrin, bëjmë muhabet. Më kujtojmë pak ato kohët kur shkonim në verë tek qytetet ku kishin familjarët, që unë shkoja për shumë në Rrëshen, ku kisha gjyshen, hallën, e kështu me radhë. Dhe kalonim verën atje dhe në darkë dilim për xhirën e darkës gjithë, tek sheshi, që ishte rruga kryesore, dhe asgjë vetëm ecje sipër ktheshem mbrapsht dhe kështu me radhë. Dhe sot më kujtua pak ajo kohë. Unë kam qenë e vogël faktikisht. Dhe mbasi vdiq gjyshi, nuk është se kemi shkuar më si që shkonim çdo verë që kalonim atje disa javë dhe gjatë ditës shkonim dhe të lashim lumë ose shkonim në Shëngjin, kohën ku Shëngjini ka qenë vetëm rër edhe pisha, asgjë tjetër. Ja dhe Hulla e Santorinit, e kam e jenë Santorini më duket, e Selanikut. Gjithashtu këtu merren dhe këto anijet që bëjnë xhiron, që janë me muzikë kështu si anije piratësh. Ja gjendja parkimit natën, 3-4 makinat, nuk kuptohet asgjë. Po shkojmë të shohim për qumësh, për baton, se kishim marrë me vete, por një pjesë modern mua sot edhe e hodha pa dashje në shtëpi. Kemi akoma, por më mirë të marrim me rezervë se nuk i dihet asnjëherë. Edhe pse nuk është se piu shumë baton, nga që sikur hëngri pak si shumë sot, ose ato po e pyesja Hekrin se i thash apo hante apo luante, po Hekri thotë që ka ngrënë shumë, se di mua më duk më shumë sikur provonte, po vetëm se çfarë patëm mundësi të shohim sot. E di që nuk pam shumë gjëra, por sot ishte kështu dhe ne e shijuam në këtë mënyrë. Por ato çfarë pam na kujtoi shumë, po te masë Stambollin, e di që e thash sërish, por ca pjesë realisht na kujtojnë disa lagje të Stambollit, edhe pse u bë
disa vite, ndoshta sa bën 3 vite, 3 se mbajmë po, 3 vite që nuk shkojmë atje. Dhe me sa kemi dëgjuar edhe në Stamboll shumë gjëra kanë ndryshuar për shkak të inflacionit, por që na e hoqi pak mallin. Mund të them që atmosfera natën e Selanikut është wow në krahasim me ditën. Të paktën sot për mos më shtyte burger se të paktën çfarë vum re sot ishte që gjatë ditës nuk është se kishte shumë lëvizje, por natën atmosfera ishte shumë e bukur kudo në cilin do zonë që mund zgjidhni për të ndetur. Por ja ne ishim me batën dhe thjesht shif me sy dhe plas me zemër. Bato fjeti bën 10 minuta. Tani do jetë problem në ascensor, po do ja bëjmë disi.